Jo, fashion, polise, jo, s'mundët me qenë fet shpikje. Fe do me thënë udhëzim. E udhëzimin dikush e merë, dikush nuk e merë, nuk të detyron të Zoti. Prandaj, thot, o Muhammed, e jotja është fadhakkir, përkujtoje për fjalën e Zotit, përkujtoje për të mirat që i ka udhëzimi, pra feja, se feja nuk ka krishtere, islame, jevreje, palavra, asë një nuk ekziston. Ekziston vetëm feja Allahut, emrin e ka pache. Prandaj, i thotë Muhammed, ja Muhammed sallallahu alaihi wa mos u brengos ti ata pse nuk dëgjojnë ty. E jotja fadhakkir, përkujtoji, a unë e udhëzoj këtë dua. Prandaj, ti vllau im nuk je i udhëzuar, sepse nuk po don me qenë udhëzuar, prandaj po thua që fet janë shpifje. Nuk janë fet shpifje, ti jesh e sigurt. A për ignorantët, po, mundët në do. Filipi, ajde po Bogu, nemojte ovde pričati srpski. Ajde, idi u tvoje lajfovi, plus mi mešaš Kosovo. Kosovo je Dardanija. Kosovo nije Srbija. Hala ti këtua, po bre nesa që tash sa dola bre nesa, s'kom hiqe një javë. Po, Mike, ajde nënën tënde shko pyte për qatë punë. Ajde. You are so lion. Atë kanë përzon, ku jo mas më kanë përzon, unë ku marrë vetë, më kanë bo nën grata 15 vjetë, po edhe 15 ditë shkon e di Roma, edhe më japin pasaportin e Shqipërisë. Ma kanë premtu. Krishti vekov gjithë shqiptarët. Amin, Adrian. Bekimi Allahut qoftë mbi gjithë shqiptarët. Krishtere musliman. Ani bekingi knaqër. Po veç mandej kur të dalë une me fitore, atër ja bëj Kosovës, bye, se po shkoj atje, se kanë nevoj atje, din me vlerësu ma mirë njeri. Allahu është me ty, po qashtu diçka sënit e shite, nuk ka qenë pejgamberi as sëni, as shia, që se dënë me ditë. Pejgamberi ka qenë musliman, edhe në ka thënë me ndje Koranin edhe Ehlibejtin. E sëni shia janë dy drejtime, orientime të cilat të qëjnë të Kurani, të Ehlibejti. Po pak janë kështu, shko, maj, divi, okej, Allahu është një, ajde, ty ta bëj une, zonja Iqbale, ty ta bëj edhe blok, sepse nas kemi qef shokt e tonë që janë shpifës, janë gënjeshtar. Jo, shijat unë sa e di nuk i shajnë asapët. Janë një grup si shia, si syni që i përqajnë muslimanët me zvete. Po, jo, unë sa i njo, ndoshta ata me zveti kanë diçka, po mu mjafton një muslimane. Ju me i Zot besoni te krishterimi, natën e mirë. Sotëri, krishterimi është i krijuar nga Krishti. Jahudizmi është nga Jahuda, po feja islame nuk është nga Muhamedizmi. Nuk është as nga sunizmi, as nga shiizmi. Po feja është e Zotit. Prandaj na e kemi ndarë në islame, krishtere, jevreje. Këto janë 3 fejt që kanë zbrit me. Asi, bërë ma një ju lutëm like, bërë ma një follow, se po mduhen një 10.000 veta. Hanefi, Maliki, Shafii, ylli, këto janë mas 200 vjetë mas profetit janë kriju. Këtyve i thëjnë shkolla të mendimit. Për shembull, Hanefia thot, kur e pret gishtin, del gjaki, na kemi mësu 4 vjetë me drese, e pret gishtin, del gjaki, edhe ti duhet me prish abdesin. Ndërkaq, Maliki thot jo, e pret gishtin, del gjaki, e fshin gishtin me një leck ose e lan, abdesi nuk prishet. Këto janë Hanefi, janë shkollat juridike, që të mësojnë qysh tek send. Këto s'kanë ekzistuar në kohën e profetit. Nesa,
Me Shqipni unë i kom raportet mirë. Unë raportet i kom shumë mirë me Shqipnin, edhe po bëj lutje çdo ditë prej orës 6 deri në ora 12 natës, po i shikoj live krejt komplet ato protestat dhe vetëm për luti Zotin, o Zot, bën dëshmi para teje se une nuk jam për zullumçart. O Zot, ndihmoj njerëzve të shtypun që po dojnë me rzu zullumçarin më të madh, që po dojnë me na shit tokat e tona. O Zot, neve na infrashri Gjergjfishta, sidomos Gjergjfishta ka thonë na kemi mi shkri kryqat edhe kemi mi bo plumba edhe nuk mundeni me nënda ju prej vllaznive tonë musliman. Gjergjfishta. Prandaj na jemi duhet me rujt vendin tonë, ashtu që shka thënë në infrashri Gjergjfishta. Sepse 1912 kanë dasht Evropa me na bë copa vetëm pse jemi musliman. Ka pas edhe muslimane edhe të krishterë. Me shumicë muslimane që o Gjergjfishta edhe thot, Gjergjfishta thot kështu, që ta lexoj ma mira. Ajo lutëm follow, like, shikoni që ka thot Gjergjfishta. Interesante, bukura. Ja Rasul, salam alejke. Thot, shikoni që ka thot. O Allah i madh. Qfar e njeri që ka shkrujt, ha? Thot kështu. Gjergjfishta thoshte. Në rast se ata, Evropa, në Berlin edhe në Kongresin e Berlinit edhe Londrës, kanë dasht me bo Kosovën të shqiptarin copa. Vetëm se ka pas musliman. Madje një prej kongresmenve që ka shku në Berlin, ja ka qel një karrikës, një rumbullakt, edhe ka thonë tash vinë këtu shqiptartë, Albanien, edhe e ta shtin bishtin aty ta i rumbullaki. Do më thonë Evropa neve s'ka dash me na konsideru asë si për njeri. Pra kafsha e ka bishtin, jo njeri. Pra ndaj qohët Gjergjfishta, Zoti pas rahmet, e pas qunë gjennet. Ka thonë kështu, ata, në rase ata, Evropianët, dëshirojnë se kërkojshin për me nda copa Shqipnin, për shkak se kishte musliman. Shiko që ka thot, ajde që ky alo, ajde shko të nëna jote, edhe thuja që ato fjallë edhe ti e ki blok, se ti se meriton këtu me ne, se s'kia semër as ftyrë. Thot kështu, në rast se ata nuk na duan në një shtet të vetëm, jo copa me na bo, pasi thonë se shqiptarët që kanë musliman, atëherë na të krishterët do t'i shkrim kryqet tona dhe do t'i bëjmë fishek për t'i mbrojt vllaznit e tonë musliman shqiptar. Gjergjfishta, Zoti e shpërbleft me gjennet. Santigo, mos ma shaj Allahin, se unë ty s'po ta shaj Zotin tënd, as birin e Zotit, apo çka ju që i besoni zakfirullahu si besoj, apo që ndoshta edhe nuk i hiq Zot. Adrian, thuhet në gjennet, se unë jam muslimane, edhe shqiptare jam, thuhet paradise. Të lund goja, Petros, që e be që Allah i mirë është. Faleminderit be Petros, që ashtu ben dreq ma pak natën se këtu veç po më shajnë. Qka be s'jam sorezes, as jam iranian, as jam kosovare. Al Pacino, emrin e mire, ku që filmin Al Pacino, shumë i mira, shumë ka pëlqy. Faleminderit Al Pacino, grande, fatbardha, unë po pres më po, grate. Kësmet në ka thënë advokati im Rudi Ramaj, ai në kanal Top Channel, ku isha, unë e kërkova, thash, lutëm, thash, kjo mu ka boni pa drejtësi shumë e madhe që më kanë dhënë nën grata.
Unë kom qenë vetëm proteste, kom ngritë zonin, as kom shkru në foltore aty të improvizuar me fol diçka, sepse nuk është kryetari, nuk është kryeministri i Kosovës, por unë kom shku vetëm popullin e shtypër me dhënë me lëshun i za kundër shtypsve, kundër zullumqarve, e tjera, edhe ky Redi Ramaj, aty ishte në emision, thash ju lutem ma gjeni një advokat, se s'kom momentalisht me pagu, po shkruma një borç, se unë e kom standardin, po momentalisht që 50 jam pa punë. Edhe mandej a i tha, ja, tha unë zoj ty nuk të kam borç, po i kam borç Shqipëris, edhe do të ngrej pa di në gjykatën e administrative në Tiranë. Qashtu isha jo rendje. Username, unë nuk jam fajtore, sepse Shqipëria është vendi im, stërgjyshit e mi i kam në fshatin Berisha, edhe është ky fshat, këshyrë në ndash në hartë, shumë fshat i bukur, inshallah, si të bjerë Roma dhe një disa dit, i balja, jo në ngrata, po me pasaportin e shqiptarve në dorë, Shqipëris ka me pas në dorë, sepse normal kanë bo pa drejtësi, sepse si pas konventave ndërkombëtare, çdo kush mundet me marrë në protest, pjesë qoftë në shtetin am, apo shtetet e uja, vetëm se nuk duhet mi thy rregullat e protestës dhe ligjet e atij shtetit. Unë as rregullat si kam thy, as ligjet si kam dëmtu, kështu që unë jam me fitore, don't worry, be happy. Jam hoqë, më ka vdek gruja, a bëhet gjomë. Normal, vdes gruja, donë më martohesh mas disa vitve, mas disa mujve, më varet sa ke pas dashnin me atë grunë, martohesh edhe nesër, po ka me pyta e gruja tjetër, për shka ka vdek, qysh ka vdek, se nda prej moshës, a prej dajakit, a prej problemeve, a prej stresit, ki kujdes se mesish po martu. User, mos e përmendat fjallën, mos u bon racis, se ty ta baj une edhe blok. Sa mirë që të blokat që janë, pi pastroj. Facebookin e kam 12.000 persona, edhe i kom pastru nije i këpallë. Faleminderit be meti be, që sa mirë ta knash shpirtin. Gjema, ajde Gjema të nona jote, thuja që ato fjallë, se unë jam nona e dikujt. Ajde Gjema se s'ki fjallë. Ikbalja për të heran, po inshallah kismet me izin të Allahit, më ka marrë malli, po tash njerë është situata e luftës, po inshallah ka me shku. Ikbalë nime, me të vërtet, po thot erdin, jam 37 vjeta, duhet me hoqë mu kurorzu, a me shtetë. Normal, duhet me hoqë është shumë e rëndësi, sepse paja caktu mehrin, dhuratën e martesës, dhe pa e kënduat lutjen e bekimit që bëhet e bekuar ajo martesja, thënë duaja e niqahit, lutja e niqahit, dhe paja caktu kurorën e martesës, dhuratën sa ke mundësi, ti nuk mundesh me pas as marrëdhënie me atë gruan. Prandaj është shumë e rëndësi njerë me pas një qajnë e hoxhës, e pastaj mundesh me shku 1 vjet, 5 muj, 6 muj, por jam për shembull një qajnë e shtetit e ka bo mas 1 vjet e gjys. E kemi bo dashëm, kreti kemi bo, po një qajnë mas 1 vjet e gjys, mu desh ashtu shpejt pasaporti, hajde tha pe bëjmë, se kemi pas me rëndësi. Po, s'ka nevoj me bot ditën e parë një qahin, se mundesh ndoshta edhe munda, ndoshta nuk të pëlqen, ndoshta ka gra bohën kokë gur, edhe mendojnë se kur e marrin një qahin e kanë fitu krejt që ka kanë mund, ja. Dini be, për riskun shiko, risku pra furnizimi, është disa lloje. Një furnizim është që na e fitojmë dhe një furnizim tjetër është që Allahu përmbi atë punën ti që e bën ta çon riskun.
por kur qohet ajo, kur në mëngjes ti ngritesh në mëngjes e fal 2 rekat namaz, qoftë qatë kohën e mëngjesit hershëm, qoftë kur të ngritesh atër s'ka dalë në gjumi në ora 5-6 me fal, s'ka dalë në gjumi në ora 7-8, do më thonë mos e fillo ditën pa namazin e sabahit, dhe lutja është një prej komponentave, një prej gjërave që e ta shton ty riskun, pra furnizimin, po gjithashtu bëni like ju lutëm, bëni like edhe bëni tap 5600, hajde 12000 të bëjmë, hajde tap për merak. Gjergj, mos ma qitë flamurin sërb, as flamurin turk, ju lutëm, se ta bëj blok, sërb mos ma qitë, as turk mos ma qitë, që se ki me qitë e shqiptar. Dhe ki edhe një furnizim, që se diçka s'po hec puna, ti po punon, risk nuk ka, qato qa përfiton, po prishet një bojler, një macin, një sen, një smuja, andej këndej, dhe më thënë nuk je i knaqën me ato sa po punon, riskun nuk e ki të bollëkshëm. Kjo do me mundet me qenë për shkak se nëse në pasurin tënde përzihet harami, për shembull, une qëtë ky lapsin e kom marrë dikun të paleje, në i dyqan, tak e kom marrë e kom qitë në qantë, që ky lapsi që hinë markeri, që hynë në shtëpit e une, kjo është kaktar që lutja nuk më pranohet. Që se i kom qëtu një gjilpona, përshe, se pa gjilpon së më rrinë shamia, nëse një gjilpon e kom në kokë të hujen, une kur hynë namaz, Allahu Ekber, nuk kam namaz. Prandaj, nëse keni problem me risk, me furnizim, këshyrne qka keni haram në shtëpi. Ka raste, unë e kom pas, jo në këtë lagje një kojshim, e tjera, edhe kur kom shku të shtëpia ati, dimër ka qenë, s'ka pas në zemje qëndrore, po ka pas një kështu termo i theshin të madhe, të randa që në kanë ato, edhe qatë shumë e kishin zedh dhomën sa u duke në pik dimrit me nejt me majtë. Edhe thash këshisa po pagoni rrymë, po pagujmë qështu edhe nisim e kesh. Që do me thonë, në satin e rrymës e kish fut edhe një lidhje tjetër direkt vetëm për nxemjen. E kjo është haram. Nëse ti e vjedh rrymën edhe merr abdes me ujë të nxehtë, uji është, abdesi nuk pranohet. Qose ti e vjedh ujin edhe i merr abdes ose lahësh gusël, pastrim fetar, mas marrëdhënieve seksuale nuk pranohet gusuli. Prandaj, për me pas riskun më të bereqetshëm, sepse furnizimi çka prej Zotit, ajo ka bereqet dhe s'ka bereqet. Që aty del diçka pa lidhje edhe ti s'mundesh deri në fund mujt me shku, atëherë duhet me pastru mallin tënd. Sidomos nëse nuk e ke pastru me motrat e tua, me hisën. Po jo më shpall non grata, I am a strong woman. And I will be grata. May Allah says. Që ka që për riskun motër e ndëruar, apo vlla kushin. Mohamed, ajde të nona jo të thuja që ato fjalë, shko pregojt. Po paraja e TikTokut, edhe ajo mundet me qenë shumë haram, nëse ti e keq përdor trupin tënd, gojen tënde, hundën, veshin, syrin, kohën e keq përdor, por dhe bën lloj çmendurina, edhe shpik gënjeshtra, bën amoralitet, flet fjalë të ndyta, dridhës zhdridhesh, e tjera, ajo pare është haram. Po, qëse qështu si unë e folim, bëjmë muhabet, nuk po bëj kur gjotë keqe, edhe me ma gjujt na i lull, faleminderit. Gjemail, ti zgudzon kur më me shku, kush për thot bre, tash bjen në Roma,
pasaportin në Shqipërisë ko me pas, mos t'ja ninune. Edhe bile grata ko me uvo. Edhe atje të shpia e gjyshitem në Berish, fshatin Berisha. Ko me shku aty, gjysa e familjes kishin me të katolik, gjysa musliman. Ka thënë, Hoxh Krasniqi ka thënë ato që shkojnë deti janë pika. Hoxh Krasniqi ka thënë shumë sendet këshia dhe për nonën Terezë dhe për Skënderbeun, po une nuk jave veshen. Deti është i krijuar për krejt njerëzimin. Por në deti kur shkon nuk është patjetër, nuk është rregulla hynore që mu vdesh me bikini me 5% tesha në trup me pas, mu vdesh me bikini as Marilyn Monroe, kur e ka bo revolucionin moral, kundër moralit me prish moralin e femrës në shoqëri, 1952-ës, madje edhe Marilyn Monroe nuk ka pas bikini, po ka hi me tesha në deti. Shtu që deti, David, nuk është haram, deti është krijim i Zotit, nuk ka ajet në Kur'an që është haram, por normal nuk jeti obligativ me u cullaku e tjera. Ama ata po cullakun, çdo kush për veti, une për veti me që të teshat, i kam tjera janë si najlon pakës, edhe si t'hin uj, si t'del prej ujt ato fryen për mos mund gjitë për trupi. Kështu që nuk është haram, nëse faleminderit Toni, po pse të hoqën, që ka më hoqën, a është e vërtet se ke lijo ma qëfar lidhje me Iranin? Ani be kënaqo vre, erdhi droga, pa ti droga gjiko, ti njëri shtetit drogës që e ka bo i dirama, prandaj erdhi droga, po thot mirë të kam bo, inshallah ta bojnë ta njetën mos me hy, mo, ani be vlo jam kënaqo be, aleikum selam, aga bojës. Që sa bukur ta knaq zemrën. Ajde u lutëm boni follow, boni like, boni follow. Pra, deti nuk është haram, mos t'ju mashtrojnë njerëzit. As u xhallar as kërkush, krejt janë të Zotit, krijimet e Zotit. Unë kur kom shku në deti në Ulqin, zakonisht shkoj në atë Shtojc, është ajo pjesa ku ka Ulqin, plazha e madhe i thënë, ma gjan është. Besoni hy me teshat apo stafati kom për larje. Dhe pastaj është një pjesë tjetër aty e pagon, në vend se me pagu qadrën, e pagon hyrjen 4 euro, jo qadër, jo ato, i ki aty me qadër, me krevat, me gjitha, i pagun aty, edhe rrinë gjithë ditën është e rrethume në Ulqin, hijabi beach, i thënë, do me thënë Bregdeti për hijabi, për gratë mblume, aty krejt femra janë, edhe shkon aty, edhe rrezitesh, në deti hin me ujë, me tesha, apo stafat janë teshat për larje, por me qenë në shtetin islamik si Tiranit, ata e kanë komplet një ishull, edhe shkojnë me vapur, me anijet vogla, edhe shkojnë me vapur, edhe atje lahën gratë, gratë veç, burat tjetër vend, ose në Turqi e keni, në Turqi për shembull e keni 5 kilometra, 4 kilometra, me një vend atje ka bodrum, vetëm femra, ato është e rrethume andej këndej, me ato si ashka që janë të drurit, edhe aty s'guxon kërkush me hy. Duka gjini mirë se erdhe vllau im nga Ulqini. Qështu pra. Mirë mrama, përshëndetje. Përshëndetje, nderuar duka gjin, ani be vlla qërish e për Unë jam Toni Ulqin, nuk jam me diçka falso për ata lëshova kamerën, respekt për ju. Ti besova kur përshëndetje, mos tanin. Si jeni, si kaloni? Mirë, si kalon ju, jeni mirë? Mirë be mirë, faleminderit. Mirë që shtu në shpirt. Tash në Ulqin ju e keni edhe plazhën e veçantë e cila është veç për ju. Po, për gratë mlume që 4-5 vjetë është. Po si vjetë diçka është pak, si duket, ka ndryshu diçka pak ma shumë që vitet e tjera.
Po, qësh jo, e vitet e tjera para 7-8 vjete, une për shembull kur kom hy në ujë, normal kemi shku te plazha madhe, ma pak ka pas burra. Po mendoj ma gjon ka qenë, po edhe ata burra që kanë qenë aty kur më kanë pa mu që po hin në ujë me veshje, ata kanë pas respekt veç që kanë ul kokën. Apo kupton, se pa tjetër u desh me shku, se deti është i shëndetshëm, e tjera. Po tash e kanë bë vetë. Po i shoh dhe shumë komentues këtu të cilët por po ta dëshirë të pyes ty si një besimtare e besimit musliman. Tanë po thonë që është e ndalueshme rrepsisht për muslimanet që të shkojnë në det. Është e ndalueshme për arsye se nëse na patjetër lakuriqësohemi me bikini e me brek. Është ndalume edhe jo veç në deti, po edhe me dalë në rrugë. Por nëse na shkojmë me veshje hymë në deti, që nuk është kjo rregull hyjnore, siç thash edhe Marilyn Monroe në 1952-ën, që ajo e ka bërë revolucionin antimoral për gruan, domethënë e ka modernizu tepër gruan, bile ajo në atë kohë e ka video që në deti hyn me tesha. Kështu që këto bikinit janë shpikje të modernizmit, nuk është patjetër me hy me bikini në ujë, po mundesh me hy edhe me tesha, sepse ai nxehtë i madh, bile, preferohet që më e mirë është sepse dielli direkt në trup me ra është edhe i dëmshëm. Kështu që nuk është haram, po ata u xhallarët ekstrem, ata e bëjnë haram pa e konsultu, po na nëse t'ishim kanë musliman që kujdesemi mos me robnu gruan, e mi thonë haram ajo, haram kjo, haram ajo, por na nëse burrat e tonë, vllaznit e tonë, baballarët e tonë, po t'ishin kujdes për neve, ata na kishin bë sikurse në Turqi. Në Turqi, në Bodrum atje, është një bregdet 4 kilometra vetëm për femra. Edhe ato shpëtimtare që janë, krejt janë femra. Përshëndetje, potja. Përshëndetje, mirë se ju gjitha. Po ta vesh edhe një pyetje për Iqbalin. Iqbale, unë e di që pyetjet të cilat unë t'i baj ty besoj që nuk tjetë hatri, po kam dëshirë që të më përgjigjesh saktë. Plas prej viteve të 90-ta e tutje e prej viteve të 90-ta e knej. A ma mirë kanë qenë ata muslimanet e vitit 90 e tutje, apo të 90-ës e 2000 dhe 2026-ën? Çka tha, ta janë më të mira, qysh thash? Ata musliman me këta. Është shumë dallimi i madh nëpërmes, është shumë dallimi i madh në mes të shqiptarëve, besimit musliman, të viteve të 90-ta tutje e të viteve të 90-ta knena. Cilët janë më të mirë, cilët janë më të devotshëm sipas teje para Allahut? A këta që janë tash, a ata që kanë qenë përpara? Shiko, të dytë janë muslimanë. Po, më mirë. Të dytë janë muslimanë, me emër. Mundem me thënë, kush janë ma besimtar, a ma të mirë, ma të këqij nuk ka, sepse çdo person ndryshon brenda 10 viteve 20. Po përpara, për shkak regjimeve komuniste, në Shqipëri për shembull s'ki guxu as me përmend muslimane krishterë, në Kosovë, nëse e kanë parti, s'ke mund me bë as fëmijë synet, as ke mund me përcjell babën, nonën, me hoxhe, me send, ka pas shumë dalesa. Prandaj për shkak regjimeve, atëherë kanë qenë muslimanët sikurse kingjat. Këtu po don me M'fal që do të më ndërhyj më njëherë, që unë pak moj me në regjimin e Titos, komunizmit Jugosllavisë, ish Jugosllavisë, nuk ka qenë e ndalume se mu bo senet, janë tonë muslimanët janë konë të bomë senet, edhe të gjithë krishterët katolikët kanë vu kulur në kishë. Nuk i ka nëllë Tita këto gjona. Tita mire ka se Tita i ka nëllë mbulesat.
Për mbulesa s'm ka folë agrën. Falni vazhdoni, unë po ju dëgjoj. Jo, Dugaxhini, ai që o kon parti, Hoxha jem o kon parti. Partin komuniste. Hoxha jem ka pas, na si fëmijë lakmueshin fëmijët e Hoxhës tem. Shkollat më të mira, kushtet më të mira, shtesat e fëmijëve më të mira. Sa ai ja ka dhënë besën Partisë Komuniste. A baba jem veç pak pse o kon fetar. Ka qenë inxhinier, po s'ka punu punën e inxhinierit, ka punu punëtor i thjesht, e tjera. Gjithmonë jemi kon të shtypun. Prandaj, muslimanët para luftës kanë qenë musliman jo tradicional, po musliman të komunizmit. Po jo komunizmit të Enver Hoxhës, që me ka kretë, me xhamia, me kisha i ka rrafshu. E kam një pyetje, Zoja Iqbal, si te krysh përgjigje. Po, u kry. Okej, sipas teje Homeini që e kanë vronë në Teheran, ku është ku në xhenet apo në xhenem? Imam Homeini, rahmetullahi aleha, ai është që e ka themelu shtetin islam, revolucionin islamik, ai ka ndru jetë para 40 viteve. Ndërka që ky tjetri është pasuesi i tij, edhe ky është Imam Ali Khamenei. Ky është pasardhës, është imam, lider shpirtëror i imi, po jo politik. Politik është vetëm për Iran. Deshta me ta bu si pyetje, si pas teje. Jo, na veprat e tia, aje shalli i zi i tij, që është rehber, do me thënë që është prej familjes profetit, veprat e tia, me devotshmëria e tij, nuk është ky prej familjes e psonëve, po prej familjes profetit Muhammed, sepse ata me shallatzi janë sejida, jo në xhenet, po shehidat as nuk e përjetojnë vdekjen, ata janë gjallë, ata jetojnë me neve. Okej, tash... Iqbal, veç pak, agrën. Përshëndetje Iqbal. Një dy pyetje të vogla, shto. Po, vetëm ma boni follow, ju lutem se i kom 5 Pa tjetër, të kombo vallaj pak më herët. Shumë faleminderit tushi. Jetë më stani. I po të veç një dy pyetje. Po. A ndëgjohet që të Sadria Show, e para pyetje, edhe e dyta, atë kujtohet Irani në viteve 70-ta. Po, para revolucionit islamik. Falbet, qëka që pota? Se ka mundësi mua spjegu, pres këtu në të Irani para shtetit islamik, para se me kryu ajo ka qenë Amerika vogël. Irani, kur ka fillu 1979, kur fitu revolucion islamik... 76-ën kanë fillu, 79-ën e kanë pru Khomeinin mrapa. Bravo, veta e ka populli do, aty deri këto 2-3 vite 400 xhallar në protest janë myt, edhe disa vjet do me thonë kanë dalë qështu me pak natësi ndaj atij Shah Pahlaviut, gratë me shamia nuk kanë mund me shku në për shkolla, në për fakultete, edhe kur ja kanë qitë qenve, kur ja kanë qitë shallat e hoxhallarve dhe i kanë gjujt në për mahall, aty më o kanë fundi, edhe u ngrit populli në protest edhe rëzun një perandori shumë të madhe, që ishte shumë moderne, dhe shumë mbretërore. Zona Iqbal, unë pyeta vite 60-ta, e kam një bindje dhe është shumë e vërtet që domethënë Evropa ka marrë mësim prej Iranit për model, për doktoratur, për gjithçka. Për çfarë arsye, unë mbyll ajo për njerit, unë nuk përqy diktator, edhe pse ajo është diktator, ishte, nuk është më, edhe qëfar mendimi kiti për shembull që ka shumë video që gratë kanë dalë me miqat shkurt, kanë dalë ade zhveshta, sukur në Evropë këtu, edhe Evropa ka marrë mësim prej tyne, edhe është me dokumenta e deklarune që ka marrë Evropa shumë ka marrë dhe më mësim prej Iranit. Në atë kohë, po flasë
viteve 60-ta. Zotni, Irani me përqindje është 90% musliman. Po si na në Kosovë që jemi, 90% musliman, edhe 80 femra i kanë gjetë në dyqanet e prostitucionit, 80-800, disa tha, edhe ato 80% shi prej Shqipnis, femrat. Do më thënë edhe na jemi musliman, apo kuptoni, Kosova është 95% musliman. Niso Irani që shtu ka qenë. Mirë po është puna që ajo diktatura 5.000 vjeqare, Muhammed Reza Pahlaviu, ka qenë bashkëpunëtori ngusht edhe e ka shit tokën e vetë, e ka shit pasunin e vetë, e ka shit, ka qenë imperialist, ka qenë lloj mbreti, edhe populli mon nuk ka mund këto gjanat mi dëru, ndërka që ata që ju kanë përgjegjë mbretit, ata normal ju kanë me miniqa, kanë pas dëfërimet e tyre, kanë pas kazinot, kanë pas kret. Veç gruja mbretit i ka pas 400 këpuca. 400 par këpuca e ka pa gruja shaj. Bravo, shkoni në Teheran, inshallah lirohet. Je edhe tjera pajtimit që ka morë Evropa, Irani, edhe une ju kisha thonë me shku me vizitu atë muzeun e mbretit, që shka jetu mbreti, e që shka jetu njerëzit e devotshëm. Njerëzit e devotshëm, me më shtyp mu dikush, me më thonë jo në fakultet, se kisha mi, jo ato këto, Irani normal që na ishim ngritë, dhe kështu populli u ngritë, prej atyve shtypjeve, prej një grusht njerëzve modernista që e kanë shkatru kulturën njerëzore, humane, u ngritën më në fund populli dhe krijoi shtetin islamik me kushtetut kuranore që nuk e ka kërkush në botë. Edhe është normale, njerëzit jetojnë shumë të lumtur, 45 milion vetëm në varrimin e Imam Ali Khameneit, indjeri që ndroi jetë, që është shahid, ata nuk vdesin, 45 milion njerëzit që kanë shku në funeral. E si mund është mi thonë ti një personi diktator? Si mund është mi thonë diktator? Ai Luigi nuk është për mu, mendim jem. Ai nuk është as i krishter, se një krishter i mirë nuk bën kështu. Unë kam plot vllazën të krishter, kur nuk ma shajnë Zotin, nuk ma shajnë profetin, edhe nuk shpifin. Ai është tipik një gënjeshtar i cili vetëm i ka studiu disa versete kuranore për me ju gjujt muslimanve, për me bo përqarje, sepse krishteri i mirë... Ku çfarë interesi s'ka tjetër përveç përqarje? Po normal, jo vetëm ai, disa prej tyve, sepse vllaznit e tonë të krishter janë pasusit e Gjergj Fishtës. 1913, kur kanë dash me nda Shqipërinë me bo copa, në Berlin, që ka thonë Gjergj Fishta, në rastë se ata, Berlini dhe Londra, pra, Evropa, në rastë se ata nuk na duan në një shtet të vetëm, Shqipërinë, pasi thonë se shqiptarët na qenë kanë musliman, atëherë na, Gjergj Fishta, Zotin në paraj se shpërbleft, me Jezusin, me profetin Muhammed, atëherë na të krishterët do t'i shkrim kryqet tona dhe do t'i bëjmë fishek për t'i mbrojtur vëllezërit e tanë musliman. Ai çka u kon te shohi, ai nuk është i krishter. Ato ta dini, fytyra ka me i dal shumë shpejt, ai nuk është i krishter. Ai çka fol keq për profetin Muhammed, ato janë shpifjet e tyre që i marrin nga hadithet gënjeshta, të rreshme. Por edhe sjellja e hoxhës, edhe sjellja e hoxhës nuk më ka pëlqy hiç sjellja e hoxhës. Ti je krishter, adhonja për krishter, s'ka gjon, veç jam të ngu. Motra Iqbale, une derisa të dërhy pak. Ne të cilët nuk e kim njoft fare besimin islam, ne shkojmë edhe lexojmë sipas Koranit edhe haditheve. Për çfarë arsye i kundërshtoni ju ato shkrimet e juaja që ju shkruajnë? Kjo më intereson më shumë ti. Unë nuk e kundërshtoj Biblen. Çka shkruan e pranoj.
Pse ju i kundërshtoni ato që ka shkruajnë? Shiko, nëse e kundërshtoj një verset kuranor, unë dal nga feja. Një verset kuranor, nëse nuk e pranoj. Do më thënë nuk e pranoj fjallën e Zotit. Nëse unë e mbaj si rezerv një hadith të rejshëm ose daif i thëmë, nuk është bash i fort, sepse mesnedin, ato zinxhirin që shë kanë për cjell, nuk është i rregullt. E ka thonë një njeri i pamoralshëm. Hajde, s'ka problem. Kështu pra, na vetë muslimant kemi kontradikta në versete kuranore jo, në interpretime kemi, dikush e interpreton ndryshe, për gjizjen, për ato du të mi prej në qafë. Normal që e presin qafë, une sërbi me ma prek mu familjen. Me ma prej dikush, po në hakmarje e kemi jetën. Edhe ai, normal që Kurani thot, po ka thonë ato për luftra, në momente lufte, në qose une nuk e mys, shka unë Mitrovic, ai ka me mytë mu, pra ndaj neve në mëson Kurani edhe që je femër, edhe që ta kanë hek shamin, shondër vis shondër, krah për krah me dushmani. Çfarë njeri Jo, unë? shiko, Ako gjok shqiptore, çakoj. Po, nuk njo, po kanë pas edhe e kanë shajtë Skënderbeun, e se kanë pranu Skënderbeun për hero që unë e pranoj, edhe bile kur e kom krahasu Skënderbeun. Ato na kristian të Kosovë, në Shqipëni, e kena pejgamber. Për trimëri, kur e kom krahasu me Imam Hysenin për trimëri, se Skënderbeu ka qenë shumë i drejtë, se Imam Hyseni, shumë shokët e mi që janë besimi tem, ma kanë bo bloke, më kanë shajtë, qëka së më kanë thonë? Pse e kom krahasu Imam Hysenin me Skënderbeun? O, zotni, mu që kjo më ka rritë, që kjo mu më ka rritë, mu me në librat e në infrashit unë jom bërëmos. Pra ndaj, du me thonë që kjo që ka bojë Edi Rama, kjo është politike tia i fliqt, sepse aje ka fundin, por veç me përzi Iranin, e kanë gjeti Iqbalën, hajde se kjo që kom shku në disa herë në Iran, hajde tash këta na bëjmë qa dojmë me ta, po a i së mundet mu me më përull, sepse une ma me nder e pres një vdekje me dignitet, se sa një përullje të pandeshme. Pra ndaj, këto janë veç politikat, jo Goxha pse fol për Iranin, a i ka lidhje me Iranin, jo me Serbin, jo me ata. Këto janë qëllimisht, shiko, gazetaria edhe prokuroria që shpunojnë. Dëgjone shumë mirë që ta se e kom vënë një studim. Thot, gazetarët në bashkëpunim me prokurorët, po flasim për mediat e mdhaja, se jo këtë dvogla, ata tanë kohën rrenë. 90% i lajmeve, i rrethonave, tanë kohën ata rrenë për Ashimin, rrenë për Albinin, rrenë për ato, edhe qëllimi i tyre nuk është që ata mi besu rrenave të tyre, po qëllimi i tyre është që ti mos me besu në kur gjo. Ti kur nuk beson më në kur gjo, për Hashimin rrena, për Iqbalën rrena, për Albinin rrena, për ato, për këto, ti kur nuk beson më për kur gjo, qka bohët me ty? Ti bosh indiferent, ti bosh inferior, ti thush hajt bret kallët e të bon qka du, ti nuk ki kapacitet, as me mendu, as me vepru, as me gjyku. Nuk mund është ti me gjyku Albinin se tu rejt për Albinin, rejt për Hashimin, nuk mund është ti me gjyku, rejt për Iqbalën, e atër qka bohët ti kur me një popull, kur ti nuk mundet ajas me mendu, sepse e kap heshtja naive, as mundet me mendu, as mundet me vepru, se veç lajmet këqia, kriza, Kosova po lullzon, këta vetëm sendet këqia, atër shka bonaj, dë bon marionet. Si kur aty që ishtin gishtat kështu unozat, pejat, edhe sjell popullin që shdojnë. Që kjo është media? Që kjo është media që ka dojnë me arrit? Sepse ata i shojnë ndikimin të Iqbalja. Iqbalja ka shku vetëm me një parol.
Edhe tash, të ka bo parola ka qenë frymëzimi im nga Brunida Mërtiri, Brunella Mërtiri, kur ka thënë ata nuk e shesin tokën. Une jam ullë këtu në sopë, nuk më ka frymëzimi, une as nuk pastroj, as nuk shuri shpin, as burrin, na krejt hikim prej meje. Edhe t'ju martë ku shkruj tap, e shkrujta parolën, s'ka jo lindje, jo perëndim, paqja me drejtësi, për Shqipërinë është bekim. Që kjo parola mu ka bë non grata. S'ka as Katari, as Turqia, as Amerika, as Izraeli, as Kosova, as Gjermania, as kërkush. As perëndim nuk ka, as lindja Arabia, Emiratet e Izraeli, vetëm Shqipëria me drejtësi, paqe me drejtësi. Që kjo është parola? Bravo. Na menaj që edhe unë kam një mendim si tonën, na jem shqiptar, na ka lind i lumi zot shqiptar. As nuk e na lind në Kinë, as në Afrikë, as në Izrael, as në Iran, as Arabi, as Dubai. Jem shqiptar. Po që sa mirë ti, me havale ke dalë si njeri me thonë, hej, stop mo. A vële? Edhe nuk je e vetëmi ati, ka ndalë 2-3 gra ma shumë. A vëdaj, që ka ndalë aty që ka thonë stop. Se s'ka ndalë hoxhallarët, o zotëni Tushi? Se s'ka ndalë priftat? Vesh pak, Gjerman... Se s'ka ndalë Babamondi? Vesh pak, Gjerman të ngu të frage. Se një shtet, një hoxh, kur ti thot popullit, hajde një po dalim prej xhami, sa janë 2000 veta, nga për një motër të kishës e kam bërë dhe vetë. Po, në ka dalë. Ama ndryshe është motra kishës, ndryshe është prifti. Ortodoks, katolik, hoxha, Babamondi, po ata iftarët i hajnë bashkë me ta. Babamondi... A ban pak me tërhyjë të ju lutëm, ju kërkoj falje. Po? Njëjta tem ka qenë edhe para 20 ditësh, më ka bo drejt për zrejt pyetje zonja Iqbale për ketë. Une, për rap, mendimi jem është që priftrinet e hoxhallarët, e Babamondi, e shumë tjerë, të mirën me besimin e vetë të cilin e kanë në Perëndi. Mos të hinë politik. Në çdo shtet, ku ka hi besimin politik, ai shtet është shkatërru. Babamondi, prifti, hoxha, na internava, nuk kanë nevoj ata me hi në protest, munden me hi vesh një, po duhet me dhënë deklarat që na jemi ose me zullumçarin, ose me popullin. Ata në për Krishtlindje, më falë të lutëm, në për Krishtlindje, në për iftare, kur në Palestinë buks kanë pas ka me ongër, ata kanë shtru iftaret më të mira, i kanë pas me ambasadora të huj, me Edi Ramën, nëse ti nuk dush mu lidh me politik, mos mi thirti mu zullumçarët për iftar. As për Krishtlindje, e të rrinje për vende. Zonja Iqbale. Ja, të lutëm, Leriket fetar, priftrinjet, dhe hoxhallarët. Zotri Toni, politika... Unë këtu nuk bin pajtim me ty. Mos bjertim pajtim, po mundesh me vol nga aspekti krishter, nga aspekti islam. Duka gjemë vishë një minut, kjo shumë mirë e ka, o të thonë shumë bukur, edhe një sen po duke thonë. A jeti me të shtypurim, kallëzon. Kush të vjen në politik, shkoj të prifti, shkoj të hoxha, shkoj të gjithë. Këtë në rregull. Kjo s'qen ka politika, po. A kjo s'qen ka, mirë po thotë kjo, a s'qen ka kjo politik, ta po shkojnë të ta, pi marrin bekatit e tyre. Po. A pi rahatojnë, po. E pse atëherë, kur na nuk e kem politikonin zot, e kem Krishtin, e kem priftin, e kem hoxhën, e kem të lutëm. Na jemi atë babavongën atë qyshe pa taj të Shqipëris, pse do më thonë na shkojmë lutun të ta vëlla. Në të vinë edhe ata me thonë, o zotëri nuk e ki mien, të luti, hec. Zotëri Tushi, në Kuran Zoti thot, unë jam me zullumçarët. Më falë, me të shtypurit. Tash, unë pse kom shku në protest?
Unë e di që jam vetëm një flutur. Nuk kom kriju as ekosistem. Se ti kisha pas janë 100 flutura mas meje, kur bashkon kretë në flutrat bëhet ekosistem edhe bëhet një frym. Sa do që janë të lehta të vogla ato flutura. Po unë kam qenë vetëm një flutur. Unë kam shku. E kam unë një problem. Sepse, veç pak lutem, sepse unë du me pas dëshmi para stërnipave të mi. Që Shqipërinë nuk ja kom dhonë kërku. Unë e kam një problem që unë e shoh mas 14 vite, lutem, veç pak. 1960-s i kom këshyr filmat Shqip, çdo sen shka u kap me politik, ka orë Prifti, ka orë Hoxha. E për shkak sy nuk vin tash. Po se gjithmonë hoxhallarët edhe priftat janë konë me mbretnit edhe me halifet edhe me zullumçar. Gjithmonë. Sepse forca është e prifti. Prifti kur të lutët, duhet mu lutë në kish. Hoxha kur të lutët, duhet mu lutë në kish. Që ai popull është të vujt që 4 dekada prej hajnave, prej korruptuzve dhe duhet me dalë në rrugë. Hoxha me krejt ka dalë, duhet me dalë, për Priftin nuk e di. Ama, shikoni që ta që për thëmë, unë e pse kom dalë. Unë e di që veç i kom bënë ndoshta dom vetit, po shpeti kanë me ma hek në ngratën. Bile edhe pasaport shqiptar kom e martë, ma e një me. Por, unë e kom dalë, se unë e shoh mas 40 vjete, mas 40 vjete, 30, 50, e shoh një stërnipi jem, që ka me thonë, oj, gjyshja jeme, pëse s'ke punu, unë po mytëm, po masakrohem, po shkatrohem. Se qashtë kjo është historia e para 1967-ës, kur janë zaptu tokat, kur i kanë shit tokat e kur i kanë bo. Prandaj, unë e kom dëshmi të Allahi që kom dalë. Edhe kom dalë edhe të fëmijët e mi, të nipat, stërnipat e mi, ja kom nis librin me shkrujt, kur u shpalla në ngrata. Prandaj, miq të nderuar, mos jetoni sot për nesër, sepse vallahi billahi kanë mja pështy varrin e juj, kanë mja pështy pragin e xhamis, pragin e kishës kanë mja shty. Pse nuk po dilnim? Jo, na nuk miremi me politik, mos u merrti me politik, mos diln protest me thonë Allahi është një ose Jezusi është djali i Zotit. Ajo është fe. Ati nëse ngren Zotin kundër zullumçarit, nëse priftat, nëse priftat edhe hoxhallarët mirën me politikë, ku po na jetë besimi, bre, kush do të na tregë, kush do të na ofrojë besimin? Besimi është që aty, te i shtypuri, sepse ti ki mu pyte Zoti, janë 3 llojet njerëzve, ma e nin mend qëto, 3 llojet njerëzve, një është zullumçari, tjetri është mazlumi, i shtypuri si une, po bërtet. Une nuk i tutëm frigën për i zullumçarve kom hek. I shtypuri veç pa, këtë filmat i kena... Tushit, lutëm veç pak se është shumë e rëndësi. Pra, zullumçari, i shtypuri që bërtet, edhe i shtypuri që është indiferent, është frikacak, tutët aj me ngrit zonin, tutët Prifti me dalë në bulevard, me ka populli për krahu, me thonë valla feja krishtere koka e mirë, qëre që shpëna për krahu Prifti, tutën ata, tutët hoxha me dalë aty. Prandaj, ata thot, të cilët janë tucana, edhe nuk e ngrejnë zonin kundër shtypsit, ata i kanë ndihmu shtypsit, zullumçarit. Ata që ka heshtin kundër Romës, ata janë me Romën. Mos u arsyetoni as para Zotit, as para popullit. Ju që ka heshtni për padrejtësit, për shqipje, për korupcion. A na që ka nuk heshtim, ose vdesim shehit, dëshmor, ose mbesim hero. Zonja i Bolle, lutem kam një pyetje. A ju nimoni Romës me heshtjen e juj. Zonja i Bolle. A më ndonë që kanë frikë, ta?
Të shpesh pak, Jo, e zonja kanë i ballet, interesin lutem kam një sepse e pyetje për kanë ty. shit fen, e kanë shit fen. E kanë Okej. shit fen. Hoxha zonja i jeton, ballet, lutem. hoxha jeton prej Allahu Ekber. E fal namazin me pare. Unë e fali namazin pa pare. Çka duhet hoxha? Gjenazën me mala. Hiq malan qika jeme, djali jem, nuk është ajo najtë ceremoni kur gjo, si kur të lahët njeri, e lanë vajza nonën, e mshtjell, e pagun dikon shqyqyr ajo toka është e shtetit, nuk është e hoxha Allahve. Me të një shef Krasniqi pështyne 2-3 herë. Zonja i ballet, lutem veç edhe i pyetje po ata me ta bë si një besimtare, i thu vetit një besimtare devolshme e cila beson në Allah. Po më ndonë. Nëse priftrinjet, hoxhallarët, edhe shehlerët, kleriket gjithë, e mirën me popull, dalin protesta, ata mërmenja që do të ketë një problem që ata duhet mirën me besimin, ata janë debetuar para Zotit që vetëm ta spjegojnë, na mësojnë për fjalën e Zotit. Ban priptje dhe hoxha mu morë me politikë, ka i motër. Okej, një pyetje. A është fjala e Zotit mos e shtyp dvarfërin, mos ja vjedh fukaran, mos bon padrejtësi, mos korrupto, a është fjala e Zotit? Me ty jam. Atëherë, pse s'po del me ngrit zonin kundër zullumçarit? Që kjo është fjala e Zotit, që aty ti ki me pas dashnin e popullit, krishterimi ka me lullzu, islami ka me lullzu në mënyrën e vetë, ata që janë të cana, ata bashk me Edi Ramën, bashk me kriminelt, kanë me shku në xhehenem, unë ta garantoj, nëse s'po thom, Allah i bon mëshirë inshallah. Ama ti me lon popullin e shtypën me zi po jetojnë, anena po pasuron në shpatullat e fukaras. Po qka kemi mi thonë një pitembre? Une kom e shkrujt një libër. Une kom shkrujt librën e fundit. Do shta mu s'po më shitet, po si kom shtyp shumë, janë 200 copa se veç du mi dhanë. Po une kom dëshmi para Zotit, qëre, stërgjyshja jote, Iqbal Berisha Uduti, e ka shkryt një libër për ju, pas në ngradë, mirë po edhe ka qenë kundër zullumçarve. E ata qka nuk janë kundër zullumçarve, ata i ndihmojnë. I ndihmojnë zullumçarit. A kur jeti i drejt, kur ti nuk e ke shit fejnë tënde, kapni me uniforma që shku në Francë, Baba Mondi, këta të Shkodrës, Myftinia, kur e mytën ato qka e ka bo karikaturën e profetit Muhammed, a shku na i grupi komplet shku në për midis Francës, në për rrugët e gjona, rendi i priftave, i hoxhallarve, i peshkopve. Aty po bojka më shku në politikën e Francës, në politikën e vendit s'po bojka. Gjithmonë hoxhallarët edhe priftat janë konë të shitëm. Sultanve janë konë të shitëm, edhe tutën se sultanët mos po vinë këtu. Priftrinjet edhe hoxhallare duhet më lut veç për pas. Nuk ja marrë shpirtin, shiko. Allah i ka thonë, nuk ja marrë shpirtin, pa i turpënu. Ata të cilët e kanë pas votën e popullit. Tushe, a dojnë me folë pak me rem tushe aja? Pa tjere, pse jo? Ajde, zotëri Peca Ermani, duka gjeni tushi, kështu unë e mendoj. Une, Zoti thot, nëse ta ka dhonë Zoti një pozit, une jam Zoti shpis, edhe pike që trajtoj antarët e familjes, ose jam kryetari i lagjës, ose jam kryeministri një populli, dhe ma kanë dhonë votën, Albin Kurtit ja kemi dhonë votën 52%, dhe e keq përdor votën e ti. Zoti thot, nuk kom ja marrë shpirtin, pa ja marrë ftyrën. Zoti ka premtu. Prandaj, o njerëz, ngrihuni për hir të fukaras. S'paku ngreje pak zonin ton djen Shqipni, pashat madhin Allah, çdo mbrëmje që të ndom ulëm, e lishoj life edhe veç lutëm, o Zot, ndihmoj shtypërve, o Zot, bolmo grabitje, bolmo edhe vendin me tashit. Me rëndësi, veç t'ja japë një përgjigje që ti zotëria sot, që shka thot ty.
pa hongër hudras vjen era. E çka bëhet kur ti han portokallat? Vjen era hudër? Ma zotin, leni këto palavra. Leni ju këto palavra, se sot falë gjykata e Kosovës, loqk punon, bile i kum thonë, merë në një punë, po du me punu se më keni lanë pa punë, jo me 2 fakultete, letërsi Shqipe, letërsi krahasimtare, plus 2 vite master, edhe ato shtetërore i kom, jo kështu privat që i blinë diplomat. I kum thonë gjykatës, merë me një punë bre si letrare, letërsinë e kam të kryme, edhe unë e luftoj terrorizmin, prandaj, këto palavrat, pa hongër hudër, zjen era, kur ta është portokall, nuk vjen era hudër, vazhdoj ndëruar, se unë po ha bostan, bostan. Këto që futen me emra falso, me adresa falso dhe shoj. Jo. Agim, urnoj ndëruar. Iqbale, respekt për ty pa thonë, unë jetoj në Amerikë 50 vjetë. Pse Iqbale kem 6 xhamia New York i kena. E kena një xhami që e kena hapo para 4 vjetë, gati 8.000 zonca shqiptari kem aty. Çdo qash të rrugës New Yorkut ka femna me mbulura, me shamia, falen mikere, falen në kufit rrugës, edhe pse kur nuk e kum pa une një jahudi, a një katolik, a një ortodoks, a një zezak, që i ofendon, pse nuk ekzistojnë këtu? Kjo është, populli Amerikan është shumë i demokrat dhe shumë i edukum. Na në gishë së një vim Amerikës. Unë po besoj dasim për regjimet që vinë demokratët e republikanët, ajo është tjetër, ato janë koka, politikat. Ama populli, ligjet i ka demokratike, është shtet sekular, nuk është shtet laik. Shteti sekular është për besimtarët, qofshin krishterë, musliman, pa musliman, budista, i ka ligjet më përshtatshme. A shteti laik e ka mënyrën e vetë që aty ta lejon diçka me bo, po thot kur ta manifestojsh ti, për shembull e manifestoj me shami, ose e manifestoj me një koncert a diçka, aty ti lojnë ja do regula edhe mediat tona, ku ka vende muslimane, 90% shi rrejnë, 10% shi e thënë një dëvërtet si përfaqësore, edhe qëtë shumë rrejnë për Iqbalën, rrejnë, e Iranit, tash po thënë edhe Mossadit, agentja Mossadit ka nisë me më thonë, e Izraelit. O Iqbala po të hatë bëson, e Iqbala ty tani. Po, që përrejnë. Ata qysh ka bojnë, rrejnë, edhe ti mo nuk e kanë qëllimin ata mi besu ti ose mos mi besu rënave tyne. Po me të bo ty mos me besu. Kur ti nuk beson mo rënave edhe kur gjo, ata shka bon ti? Zdin me mendu, zdin me vepru, zdin me arsuetu. Arsyen e ki zero dhe bosh inferior, apo rren, ajt më bosh njësoj bajat, edhe qka bon aj popull, përmes medjave, i bon marioneta, sikur me kukla i ka shtetin. Pse? Qashtu ja kanë bo mediat, ja kanë pregadit. Edhe kur një popull, kur një person si unë, ose si Hashim Thaçi, ose si Albin Kurti, kur ja mushin menden, rrena, ata mo edhe qka do që fol aj person, nuk i besoj. Që kjo qëllimi i medjave, a në Amerikë është ma demokraci. O i pse nuk ndodh një hero jena 14 milion banor, o Iqbale, pse nuk ndodh një incident, që ajo po më intereson mu. Dhe dhe me thonë 7 milion, 8 milion jenë muslimon New York. Ligji, o vlajem, ligji, këtu të na, në Kosovë, mund kanë kërcënu. Agim, shumë ka e kena atjo. Ligji është qasisoj, për shembull, nëse ti agim, mu më shanë ose më shpif, sukur një avokat Goxhaj, 2 herë në mision e ka thonë, Iqbalja është agente e Mossadit e Izraelit, që 2 herë mrenda një muji, avokat,
në televizion për thot. Ligjin Kosovë është 3 muaj deri në 3 vjet e ki dëshkim, burg, nëse jep dikujve shpifje. A këtu në Kosovë kjo nuk funksionon. Këtu shkon atje, e kom lajmru që ky filon numri, pse ja kom uru vllaznive të krishter, urime Krishtlindjen, e gëzofshit sot e për shumot, qohet një musliman, edhe mund 12 natës më thirë, oj shkin, po me ardhë nesër, me të prej komplet ty e familjen, që na prishe fen, pse pja urojsh Krishtlindjen krishterve, qafirave. More zotni mu feja islame nuk mëson ashtu, edhe ta kem shkojmë policia, din që ka bon policia e Kosovës. Kjo kon para se me ardhë Albini këtu, në pozit. A di që ka bon policia e Kosovës? Unë shkoj ankohem dridhëm se njeri po thot nesër ko me arme të prej, komplet familje. Kërcënim. Ata thënë, marin menzi e shkruj një deklarat, shkrimin me e pa 8 vjeqarën a e ka të kryme, 8 vjeqarën me garancion se ka të kryme, për shkrimit e kuptoj, zdin me lidh fjallet e, une letrare jam, une i tham, shkruje qështu, dhe mas 2 muaj e thot, valla nasun e gjetëm atë personin se e ka ble numrin pazar, o zotëni, numri ekziston, njerin edhe me gjujt atë numrin sim kartelen me gjujt në që anë, ti duhet me gjithë njerin. Që kjo është policia Kosovë? A në Amerikë jo. Në Amerikë, nja 3 vjetë ky Goxhaj që ky avokatit, që pati Goxhaj mbri emrin, Altin Goxhaj. 2 herë në Kojshia show, Ato 2 bineqt, apo? Jo be, Altin Goxhaj është. Avokat një 60 vjeqar që o konë të Kojshia show, po thot Iqbalja është agentja e Izraelit. Okej, s'ka problem, për qëtë arsye, pse nuk ka ligj që shtu ndodhin në Kosovë, po inshallah forcohet ligji edhe bëhet ma mirë. Pra, është puna që na 40 vjet, 4 dekada, si jemi konë të vetëdijshëm çka ka me në ardhë që kjo ditë. E tash jemi vetëdisu, por edhe diçka e mirë na ka ndodhë, që na u ka prek ndërgjegja. A din që njeri u ndërgjegjen kur e ka të lënduar, as gjumi se merë. Prandaj, tash na u ka prek ndërgjegja krejt botën, kudo që janë shqiptarët, ata janë prek kur po i shohin ato spitalet e Shqipërisë, të shumë të prapa mbetura, pa barna, pa kurgjo, me rroga turta, e tjera, edhe thuhet kështu, kur një popull vetëdisohet për një çështje, dhe kur ndërgjegjësohet i preket plus zemra, se mendja poveq edhe zemra ndërgjegjësohet, ata thot janë në gjendje me i rëzu për toke edhe superfuqit më të mëdha. Iqbal, Se forca e popullit e bën të vetën. Shqipërinë